Cili është ndryshimi midis një blurring primer dhe një gripping primer? Blurring primer është një primer i cili minimizon dukjen e poreve në lëkurën tuaj. Por si duhet aplikuar ky primer? Në momentin që e vendosni primerin në lëkurën tuaj, nuk duhet ta përhapni në këtë mënyrë, por në këtë mënyrë që primeri të vendoset në pjesën e poreve dhe t'i bëj ato blurring, pra t'i minimizoj. Dhe shikoni pak se si poret nuk duken pothuajse fare, ndërsa në anën tjetër poret duken si pika-pika të vogla. Pra e shikoni diferencën, baza në këtë anë duket më e lëmuar sepse poret nuk janë të dukshme. Ndërsa një gripping primer do të bëj lëkurën tuaj të lidhet me fondatinën, pra është ngjitëse. Në momentin që kjo do të thahet, do të fillojë të ngjisi. E shikoni se si ngjit lëkura në momentin që është aplikuar primeri gripping. Pra, çfarë ndodh nëse fondatina ngjitet me primerin? Thjesht fondatina do të zgjasë më gjatë në lëkurën tuaj. Pra, diferenca midis këtyre të dyjave është që një blurring primer do të minimizojë dukjen e poreve tuaja në lëkurë, do ta bëjë lëkurën më matë dhe është e përshtatshme për lëkurat e yndyrshme. Ndërsa një gripping primer thjesht do të ngjisë fondatinën me lëkurën tuaj, do ta bëjë atë që të shndrojë më gjatë dhe thjesht do t'i japë më shumë shkëlqim. Cilin primer preferoni ju më shumë, një blurring apo një gripping?